finalistave. Energji pozitive pafund. O zot, sa shumë dashuri. O zot, buqet studio Ora News nga energjia pozitive kur xhirohet Why Not. Miq, tani kështu t'i granu si jeni, ju dua për lojën. Se kujtu se shpëtut. Episodi sotëm në Why Not ka surpriza pa fund, kemi shumë gjëra të bukura, do prekim edhe temën sociale që tani në këto momente vlon si të nxjerrë me presion, dhe ju e dini shumë që flas për protestën, por prit, le të nxehemi pak. Kemi dhurata, kemi surpriza dhe po, e dëgjuat mirë, kemi dhurata, kështu që jemi në Why Not, e startojmë tani me lojën me publikun, and let's go! Loja me publikun quhet Transportosat mundesh lale. Kështu që më duhen tani dy lojtarë. Kush do lozi? Kush do lozi? Kush do lozi? Mund kishte marrë malli të shifja këtu këtë zemrën time, Tea. Tea, hajde këtu e dashur. Tea është personazh në Why Not. Tea, si e zemrën? Më pëlqen shumë sepse është pak boyish, ka shumë stil natë shumë se sa Cago. Edhe shej në horoskopin sa më e. Shigjetare. Shigjetare. Oh, si ke qenë nga shtëpia? Mirë, çka ke bërë? Dhe mbi të gjitha Tea merret me futboll. Ashtu, dhe Tea zgjidhe vetë në kë do të lozësh. Duke qenë se ti je një ngjyrshë, unë them atë gocën që është një ngjyrshë si ty. Më pëlqejnë syt. Të pëlqejnë syt? Hajde syri. Kam pak e mirë si shëri. Si e zemër? Mirë si e. Ç'është një horoskop je? Peshore. Pas ka të drejtë Tea ti syti pas ka shumë bukura, i lek shumë me qira me xhiro. I le? Ti syt unë vetë. Ti vetë, la të zoti ka vetë la shumë buka. Okej, la që gjatë, si e tavolina, se në lozim. Ja ku jemi në lojën e Why Not. Kemi vajzat këtu, kemi Peshoren dhe Shigjetarin, sepse po të më pyesni për emrat, unë prapë nuk i mbaj mend. Tani, vajzat, unë t'ju e shpjegoj lojën. Ti e skuadra kuqe, skuadra blu. Por duke qenë se bluzat i keni të verdhë dhe jeshile, ne ju kemi kombinuar dhe lëngjet e frutave. Tani, në një afat kohor për 30 sekonda, ju duhet të hapni shishin, të mbushni këtu komplet, të mbushni tamam me këtë lëngun e frutave, dhe do të hidhni lëngun këtu, pastaj nga këtu do të kaloni këtu, edhe kështu me radhë, te gota fundit do e hidhni ajo brokja aty. Dhe po këtë proces do e bëni nga e para. Po shiko, e hap tapën, hedhuj, mbyll tapën, vazhdo lojën, se se mbyll e tapën, digjesh, okej? Unë në këtë lojë thjesht kamerak të di se ky breziri sa mikpritës se sa amvisa janë kur shkojnë mysafirë në shtëpi. Mama, shifni goca tuaj se si i keni rritur. Është ai momenti im tani. 1, 2, 3, es! Okej. Zemër, marë. Okej, nuk një mojë. 30 sekonda. Tea më pëlqen. Tea nuk po bën pis. Ti zemra ime nuk e di do me thënë. Po nuk e se je tipi që servir shumë. Ti je tipi që pret të servirin, a? Okej, vazhdo. Jemi në limit, a? O zot! Po i kërkoa! Më fali një sekundë. E pra që thatë ju mishë të dashur, unë isha duke ardhur për të Ora News dhe pash një pallat këtu afër që po ndërtohej. Pash një punëtor, burr zotëri, edhe ai burri zotëri kishte një matës metër shumë të pastër. Nëse ju mendoni se ky matësi i metrit është i pisët, është iluzioni juaj optik, është shumë i pastër. Neve ky na duhet sepse duhet të masim lëngun e derdhur. Okej, pritje. S'marr vesh në këto gjëra, po mundohem. Okej, sa thot kjo vlla? Prit mirë. Kjo është tek 9 centimetra niveli i lëngut këtu. Kjo këtu nuk është 9. Kjo këtu ka një 4 mm për të shkuar të 9. Okej, ma falë. Raundi i parë fiton skuadra blu. Prit. Shiko vajza.
kush fiton nga ju ka një surprizë nga Why Not, ju e dini. Këtu Why Not gjithmonë ndryshon dietat, një muaj ham, një muaj do pim. Kështu shkon ky muhabet. Atëre, vazhdojmë në raundin tjetër, raundi 2. Nëse ju në raundin e 2, nëse fiton prap ti, atëherë mbyllet me kaq. Nëse në raundin e 2 fiton ti e dashur, do bëjmë edhe një raund të tretë që të shohim kush do jetë fituesi tamam. Okej? Prisë është momenti im. Okej. 1, 2, 3, es! Jepi! O zot një masi e dertë ke motër. Tapën është gjithë sekreti është të tapa. Rudina. Tea. Stop! E, jo, na. Në këtë lojë të Why Not, fiton Tea! Tea e dashur. Gjithashtu dhe ti pse jo, se me shoqëri shkohet sot për sot edhe pijet, a kupton? Pa tjetër, e keni surprizë nga Why Not, të shkosh tek artisti Lonsh te Oxhaku. Të shkosh atje, do pish, ke dhe shisha, do bësh tym, do bësh foto dhe video në Instagram, aty të Insta Story, do më bësh tag mu, edhe unë do i bëj repost. Artisti Lonsh te Oxhaku ju mirëpret për lojrat e publikut gjithmonë që dhe kemi këtu në Why Not. Me që tham që është muaj i festave dhe është muaj i dhuratave, ja ku i kemi dhurata. Miq, dua t'ju prezantoj me linjën më të re të flokëve për femra dhe për meshkuj, kompania Tixhi. Kjo kompani në fakt, kjo linjë flokësh është hapur në 2007 nga një familje parukierësh në Amerikë dhe quhet Bedhead. Bedhead mua më pëlqen jashtëmasë shumë si emër se ka të bëjë me badass. Dhe kush vjen këtu në Why Not është badass. Kjo linjë është për trajtimin e mirë të flokëve dhe për stilimin gjithashtu. Është i mrekullueshëm, bëhet me fruta egzotike dhe aromën në fakt e ka të mrekullueshme. Kështu që unë dua të ftoj një nga vajzat tu që t'ja bëjmë dhuratë, sepse jemi në muajin e festave. Okej. Duke marrë parasysh që ka të bëjë me flokët ky muhabet, ne menduam kush është vajza me flokët më të gjata këtu në publik, t'ja bëni dhuratën tonë, që është dhurata nga Why Not për këtë muajin e dhjetorit. E dashur, hajde! Zemër, si e kemi? Alda, që është një horoskopi e? Binjaka. O, zot, nuk e di, do me thënë kjo puntatë shkon shumë bukur, më pëlqen ideja. Zemër, duke qenë se ti ke flokët më të gjatë, ke dhurat nga Why Not, produktet e Tixhi që quhen Bedhead. Je në një çik tip kështu badass? E po do bëhesh me kalimin e kohës, edhe ti, si të gjithë studentë do bëhesh edhe ti. E dashur këto produktet janë të tuat, kanë aromë shumë të mirë për flokët, ke shampo, balsamin, kondicionerin, si e quajmë në gjuhën europiane, dhe maskën, mund t'i gjesh tek Ritual Beauty. Dyqani Ritual Beauty, kushdo nga ju që do të shkoj, është pranë shkollës 11 janarit e rruga Sami Frashi. Meri, zemër, janë të tuat. Shumë faleminderit. Miq të Why Not, ju e dini që ne japim gjithmonë suport talenteve të reja dhe Ora News dhe studio e Why Not i ka gjithmonë dyert e hapura për çdo artist që mban kjo tokë. Sot kemi përzgjedhur një talent të veçantë. Sot do sjellim një vajzë që ka lindur në Itali, është me pasaport italiane dhe unë t'i propozoj për martesë që të bëjmë ca letra, pse jo? Duke marrë parasysh që gjithë studentët po bëjmë protesta o rrinë o ikin, thash hajt mo ta kemi një plan B. Talenti i ri që ne kemi ftuar sot është një vajzë që konkuron tek festivali RTS-s me një këngë shumë të bukur, shumë të ndjeshme. Ajo do vi këtu do performoj live këngën e Rihanës, kështu që bëhuni gati, lidhni ripat e sigurimit, se do ftojmë Lorela Sejdini! Lorela! Shiko se unë e kisha seriozisht atë muhabetin. Je e lidhur, e fejuar, e martuar. Nuk duhet të flas për këtë. Po kështu, nëse nuk të ka ecur me gjendje mashkullore, a ke dëshirë të njohësh një mike të përjetshme? Next question. Po, tash ta provoj. Okej, në rregull. Lorela, ti ke lindur në Itali? Shqipen e ke mësuar nga? Unë e flas që kur jam
e vogël fare, do me thënë, prindrit e mi ma flisnin gjithmonë, Kështu që e ke nga prindrit. Mësova vetë. Nuk është se ke jetuar në Shqipëri. Jo. Ke ardhur në Shqipëri vetëm pushimet verore, për shembull? Po. Ku ke shku? Njalë, Dhërmi? Po. E dashur ke studiuar për? Unë po studioj akoma, jam në vit të tretë bachelor, si e quani juve, se neve quajmë triennale, për drejtësi ndërkombëtare në Universitetin e Torinos. Kënga jote më ka pëlqyer jashtëmase shumë që ke marrë pjesë. Është e sajta herë që merr pjesë në RTS? Është hera e dytë. Hera e dytë? Po. Si vjetë, se kam qenë edhe vitin e kaluar. Edhe nga gestikulacioni dhe body language, ti flet fiksi, italiane. Se italianet njëven për dorë shumë. Me gestikulacione, ma ke dici, ma mi stai rompendo il compleanno, ma bën mua dikur ma thanë. Por gjithsesi, atë që doja thosh është që në Itali është shumë e vështirë, duhet kesh një etiket shumë e fortë dhe unë për këtë po punoj akoma. Me thënë me misira si janë desi këtema. Nuk ka lidhje fare gjua, me thënë kombi, me misira funksionon kudo, apo jo? Me sa duket, qa të pëlqen dhe qa nuk të pëlqen nga terreni shqiptar përsa i përket festivaleve? Përse për këtë festivalit, unë s'kam që atë them për keq, do me thënë, e vetë me gjërë, janë komentet që kam marë nga jashtë festivalit, që nuk ka të bëj me festivalit. Komentet që ke marë nga jashtë festivalit, prit, nga njerëzit, do me thënë nga njerëzit. Në Instagram e ke fjallën? Po. Instagram jotë personal? Po. Por sa i përket festivalit, unë s'kam që atë them do një kritik, se organizimi ka qenë i përkryer, edhe orkestra shumë profesionale, unë po knaqem, edhe duke bërë prova, edhe pse është punë, se normalisht duhet t'impenjohesh, por është shumë eksperiencë e bukur. Nice. Po, komentet negative që ke marrë nga Instagrami. Po, janë njerëz që bëjmë profile falso. Vetëm që të hedhin një qik balt. Atëre ti vleke. Ti vleke, zemër. Gëzohem. Faleminderit. Lorela, zemra ime. Nëse nuk të vëre njeri dhe të kalojnë kësho, ti si asgjë. Nëse të sulmojnë edhe të kanë shumë inat, zemër ndjen të kërcënuar nga prezenca jote. Bravo, Shpirë. Në fakt, kanë filluar këngët që marrin pjesë në këtë festival, kanë filluar të publikohen të gjitha me radhë, dhe ti je në vendin e tretë me votime? Unë sot në mëngjes pash edhe ishte vend i parë dhe ngela e habitur. Qa the, më thë dhe je vlla? Do me thonë ishte vend i parë në rënditje këshu me po. Me? Po. Zotë, kur fletë këshu, si italiane. Italiane, hajtë të kam shumë granë. Sa i mirë që je. Ti je shumë e mirë, më pëlqen shumë që ti ke lindur atje, ke jetuar atje, vjen këte vetëm për pushime dhe fletë shqip, këndon shqip, shkon festival shqiptar. Bravo! Në shqiptar që jemi këtu, duam t'ikim nga këtu. Ndërko, kjo që nuk jeton këtu, kjo vjen këtu dhe je maksimumin e vetë. Kjo është për të duar kërkitur. Në vendin e parë të votimeve, tani do presësh i një dalë të fort komentesh negative dhe dikush do t'i ketë fut, ajo që është në vend dytë. Kush ishte në vend të dytë? Nuk e di, nuk e pash, do me thënë, pash vetëm vendin e parë. Asistentën ti me kena e ka mafje, të lutë mafje futu në internet, qiko kush është në vend të dytë, edhe ti bëjmë disin, një hap tani motra për ty 50 profile falso, edhe fillojmë shajma te. Po jo. Se kush je shoqëria sot person? Jo, nuk jam me këtë ide, se me vërte duhet të ndash pozitivitet me gjithë. Edhe nuk besoj se mund t'jena ata. Ky festival i RTS-s, fituesi shkon në Eurovision, përfaqëson Shqipërinë. Po sikur ti është tjerë, Malmeta the Second. Oh my god. Me thonë, ajo është për Italinë, në duke se nuk është për ata mamë. Po sikur ti është ti, kë kishim në herë në fundit? Kush na përfaqësoi ne? Eugen Bushpepa, oh my god! Eugenti! Në me thënë krasime, jo. Po sikur të jesh... Krasime, jo fare. Je përgatitur për këtë lloj jete intensive? T'jeme sinqert, do me thënë... T'jeme sinqert dhe di qa, po heq dorë që tani baj, kalov shimir, nuk marrë për pjesë. Jo, do me thënë, ne marrim pjesë në këtë konkurim, sepse duam, si do qoftë që të kemi një rezultat pozitive dhe që t'japim maksimumin që të gjithë konkurentet. Por normalisht nuk është se e presë. Në qoftë se do ndoste, do me thënë, do ishte infarkt për mua, do qaja me lotë, se unë jam shumë sensibël. Je shumë sensibël? Po nuk e di, nuk është se e presë. Zemra im atëre nuk je për
botën e showbizit. Po pse? Nëse je sensibil. Drama queens janë edhe në botën e showbizit, pse jo? Ja. Okej, po të pak të mos dilë si Kim Kardashian. Jo, ashtu Kim Kardashian absolutely not. Okej. E di si do dalësh ti? Ti do dalësh si Rihanna. Rihanna. Tani, u mora vesh që ti këndon shumë bukur një këngë të Rihannës. Hajde gëzuar me motor. Gëzuar. Është një këngë, me thonë, një këngë të Rihannës kam në telefonin tim. Love on the Brain. Dashnia mund trut vogël, quhet shqipçe. Do na e këndosh këtë këngë në skenën e Why Not? Do e performosh për ne? Faleminderit shumë e dashur. Lorela, skena për ty, zemër. O zot, nuk më besohet. Ishte fantastike. Ishte fantastike. Ju pëlqeu apo jo? Tregojeni me duaj trokitje. Lorela, shiko, nuk ke faj që do marrë shumë komente negative sepse ti vlen. Shumë faleminderit. Shiko, të themi një sekret. Në këtë këngën e Rihannës, Love on the Brain, shumë talentet të reja që kanë ardhur këtu kanë dashur ta performojnë. Po ne nuk ja kemi dhënë mundësinë askujt, se kemi thënë kjo lloj kënge do një femër shumë të bukur, shumë sensuale, shumë panter, shumë zë potent, shumë imponuese, shumë attitude. Vetëm ti mund ta bëje. Shumë faleminderit. Zemër. Miqtë Why Not? Do përsëllim Lorelën duke ndjekur pak një segment të vogël nga kënga e saj, vetëmi, kënga që ajo përfaqëson në festivalin e RTS-s, dhe unë uroj shumë që ta votojnë të gjithë. Lërini ato të shara, është sa e mirë që është Lorela. Unë promet të gjithë, jo vetëm me mua, me gjithë botën. Stay positive, only love, fjala dur. Kënga jote që konkuron quhet vetëmi. Atëherë do dëgjoj një segment të vogël të këngës dhe ndërkohë e përcjellim Lorelën. Ndiqni këngën për festivalin! Super talent, Lorela! Ju uroj shumë suksese! Dhe ndërkohë miq, për më shumë se 10 ditë, është duke u mbajtur protesta më e madhe studentore e bërë ndonjëherë. Ne e dim që Why Not, audiencë më të madhe e ka nga rinia, kështu që nuk ishte se si të mos prekej kjo temë këtu në studion tonë. Por, nuk është se unë do sjell këtu në studio studentët, jo, absolutisht jo. Unë do sjell këtu në studion e Why Not shpirtin e asaj proteste, shpirtin e studentëve. Unë vajta vetë në protest dhe ndiqeni se çfarë kemi bërë. Ja ku jam edhe unë mes protestës. Ashtu si që dhe ua premtova studentëve që do i përkrahja. Unë jam dakord të studentët, ata janë rinia, janë në ardhmë e vendit, kështu që hajde zhytemi më thellë. Kush ka diçka për të thënë, ka fjalën e lirë, se fundja demokracie jemi. Që do vija të gjithve, dhe ja ku jam, në emër të Why Not. Unë jam për studentëve, mbështet studentët, kam shumë emocione, më shumë se çdo gjë në botë. Vazhdoni e rinia janë ardhmë. E ardhmë e vendit. Sikur ti të më regjistroje. Vazhdoni, ju japim support në emër të Why Not. Unë Rozalati jam këtu. Lushnja edhe kam ardhur Kastile për protestën sot. Sa veta jeni? Këtu jemi të paktën 20.000 veta besoj tani në këtë moment. High five! Dhe kërkojmë që të plotësojnë kërkesat tona. Faleminderit. Që je shumë e mirë.
Qëndrojmë këtu, më kreativ se sa kur! Forca! Gati mbi 1000 vetë, janë sot në shesh vetëm Fakulteti Gjeologji Miniera. Faleminderit. Do jenë këtu derisa të plotësohen të 8 kërkesat. Sot Fakulteti Historisë dhe Filologjisë ka boikotuar mësimin, ka qenë boikotim total, nuk ka pasur asnjë student në fakultet, e dyert janë mbyllur. Si jeni? Pse i keni vënë maskat? Kjo është maska e klonit të mërzitur, sepse ne realisht mund të jemi shumë të entuziazmuar për të vazhduar këtë protestë, por thellë jemi shumë mërzitur. Sa veta jeni këtu? Jo vetëm ju të 5. Për çfarë studioni? Për gjë informatik. Keni ardhur si shkollë të gjithë? Keni ardhur si shkollë. Bravo! Në fund morëm pjesë në Akademia Arteve. Jemi të pak në numër, po bëjmë punë të madhe. Kemi marshuar që prej Universitetit Bujqësor me këmbë deri këtu vetëm për të mbrojtur kauzën tonë. Në mjekësinë veterinare ne nuk kemi fare praktika momentalisht. Ne nuk kryejmë asnjë lloj praktike në atë fakultet. Mundësisht kur vin ndonjë kafshë sëmurë dhe ne trajtojmë atë, por praktika të mirëfillë aty nuk kemi. Inxhinieri elektrike, nga X-Zone. Jetoj në Turqi, studioj atje. Kam ardhur të mbështes të gjithë shqiptarët, jam shumë entuziast. Po pse ikën në Turqi? Kam ikur në Turqi sepse fitova një bursë dhe pasi një mundësi më të mirë, mbase ka një shpresë të vogël që Shqipëria të bëhet një vend më i mirë dhe ne të kthehemi sërish këtu, sepse askund në asnjë vend të botës nuk ndjehemi si këtu. Si ja ka lutë mirë, i them gjithë qeveritarëve poshtë edhe lartë studentëve, kaq. Ti shumë si funksionon, apo jo? Apo jo? Kjo është një zysh, po nuk do të prono. Sore? Okej, Zysha, rëndësika që ke ardhur. Jam zysh gjermanishe mbasdite. Në çdo 3 muaj riciklojmë student të cilët e mësojnë në mënyrë urgjente gjermanishen për të ikur sa më shpejt në Gjermani. Në mënyrë absolute të depolitizuar dhe diçka që kërkojmë është e drejta jonë, duke qenë se kemi kaq kohë që na shkelet e drejta, kjo është arsyeja e vetme. Nuk e di. Për sociologji. Shkolla jonë ka një nga tarifat më të larta dhe normalisht është një gjë që duhet ndryshohet. Nuk e di pse kanë dalë fjalë që ne jemi ngelsa, po unë kam mesatare goxha të mirë dhe atë që du do ta arri. Tani që erdhi Roza, besoj zoti kryeminist duhet vish. Kaq e mirë sa është Roza nuk mund ta refuzosh. Le të themi që ishte nivel europian. Dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje, ishte se kishte më shumë femra se sa meshkuj, gjë që s'është parë kurrë në protestat shqiptare. Bravo vajzat! Bravo vajzat! Një mesazh ka Why Not për shtetin. O shtet, nuk e kruan dot me rinin. Rinia janë e ardhmja. E ftuara speciale që vjen sot në Why Not është, si themi, situata e saj vlon si të nxjerrë me presion, sepse të gjithë donin që ajo të merrte çmimin e parë. Po si funksionon në Shqipëri, jo çikashu, jo vitet, jo eksperjenca, jo gjëra, jo më theu thash, prap së prap, ajo ka marrë çmimin e parë për gjithë publikun. Ajo është këngëtare, është tekstshkruajtse, është kantautore, është regjizore me shkollë, ajo është të gjitha bashkë, atë ta marrësh dhe të thuash ajo është arti vet. Ftojmë në studio një vajzë aq capkëne, mikeshën time, Fifin!
S'ka I pagun ti këta? Ja, këta në gjithë shokët e mi, këta vinë për shef. E, mri, pra. Se unë kom një qështu që pi pagu ishin këta që do ardrëkozë. Jo, ne nuk e kemi. O, Fifi, pa hajmë se na erdhe. Hajde gëzuar, e? Hajde gëzuar. Vejna I ke vënë, jo, pitja vejdohën. Nuk është e imja kjo. E hapat për ty, motra. Mirë, s'ka lidhe për o artist, të lutem o artist, ajde na bëj pak shërbimin të lutem. Si kthehen këto. E Diona artisti. E di ti artist? Ashtu dhe, e thyke I qika ty, jo? Pritje? Kjo pas ka nevoj. Thash, po më vjen Fifi, edhe Fifin unë dua ta pres si pasha. Ue, po ti që ke njish për këto gjëra, o Fifi. You go. O Fifi. Shpit. Do me thonë të emisioni jo gjithë me kam për pjetë. Në nese të kitë emisionit me kam për pjetë, ja po të kë... Të kë emision t'i dori si të doj shpirti, si të doj gjanë. O Fifi, po qa ke bërë o shpirt? Heq për zote, ja. Tu vërdalis në për Tiranë. Ti qa ke bo? Ti ke që? Miro ja, tu bo na I punë, na I shërë, na I skandal. E vogël po shërin e madhë. Edhe mu po më thoi që po bëj shërë dhe shpesh, po... Që të bejmë? Po, që të bejmë. Po mirë, ku ke qënë e vogël, kë ke patur pëlqim nga personazhet publik, që ke pat fiksim ku ke qënë e vogël? Shqiptara? Shqiptar, me thonë që flasin Shqip. Shqiptar Shqipëris, Shqiptar të Kosovës. Fiksim edhe që e kom pranu edhe e pranoj edhe do të pranoj përjetësisht Flori Mamajesin. Oh my god. Qa ke bërë ku ke qënë adoleshente në gjithë rebel? Ka mik prej shpis, ka marrë në Tiranë. Okej, kjo është rebelim? Po. Okej. Është një lloj rebelimi. Yeah. Why not? Miq, jemi me Fifi këtu në Why Not, kemi pak publicitet dhe kthehemi prap. Artistën time të preferuar, mikeshën time Fifi. Zemra ime, vdekshëm për ty. Ti ke qënë këtu në Why Not, kështu që ti e tashmë e familjes, edhe normalisht ne do e shtëpis, dhe normalisht do të prisnim si pasha. Matër je fix për videoklipet e 50 Cent. Ne kemi një manovër të përhershme këtu në Why Not e instagramojmë pak të ftuarin special. Kështu që ne kemi përzgjedhur një pak foto, se kemi shumë gjëra për të bërë, qa të bëni më parë, thamë, kështu që po kapim një 2-3 foto të vogla të Fifi që ka edhur tani së fundmi në Instagram. Regjia ju lutem, foto të Fifit, qa ka postuar Fifi në Instagram, ti komentojmë bashk. Oke. E kujt më të shkoj më bukur, jo baba gjyshi, po mama gjyshja, si mu të themi? Fif gjyshja. O Fif, ku ke dalë këtu o zemër? Këtu kam dalë në Kavaljerë. Për çdo fest, për çdo kështu të bëshim foto, edhe më thanë mu do të mu vesh kuq. Dhe unë mirë, edhe është të vishëm kuq, po do e vethash edhe këtë brezin këtu, mi mu luj qik tula, dhe është të s'po ndryshe. Edhe Fifi si Fifi, dure kom na herë. Po. Shumë mirë, shumë bukur. Një kom, veç është. Oke, na falë. Fotoja tjetër, fotoja UÇK-s, okej, sot është dita. Kosovës ju ka dhonë ushtria e Kosovës, edhe unë jam shumë e lumtur dhe krenare për vendin. E ke postuar këtë në profilin të. Fotoja tjetër që kemi përzgjedhur je me MC Kreshën, qa ke dash me I thënë edhe qa ka qenë duke menduar Kresha, se ti duke që ke dash t'i thuash diçka? Kjo tha, ullu motër tha se qëta shkëna me dalë, atje përsho edhe pak e bësha prit vish pak se... Prit veç pak? Du na mu ndreq. Jo bëj gare, veç foto pa lidhje, ti na ka të po foto, edhe ka ka rastësisht motra këtë, edhe kjo më pëlqeu prej gjitha atyne tjerave foto që këshim shkrep. Okej. O Fif, në pjesën e parë të Why Not, unë të pyta kush ka qenë fiksim jot, ku ke qenë e vogël, the Flori Majesi. Ju lutem regjia, ma nxirni pak këtë videon.
A thu do të fal, a thu do të më fal. Nëse m'ke dash pak, nëse m'ke dash pak, nëse m'ke dash sa do pak. Mos më bëj mua shumë, mos më bëj interesante. A thu do të më fal. Gjithë ty me në ftyrë. Ti kisha dhëmë me të jetës, ma ke bëm mu, me ke bëm vetës. Ti kisha dhëmë Mos rri, si kur s'është ajo, si kur s'është Fifi. Se një atë gocën. Se njeh të gocën? Jo, fare. Kjo video ka bërë xhiro në për rrjetet sociale, në për portale, gjithandej, tani na falni juve neve, se neve why not një pyetje kemi. S'ka ngel kush, sepse të gjithë hulumtojnë për Flor Mumajesin, hamëndësojnë për Flor Mumajesin, që s'ka ngel kush pa pas gjë me Florin. Mos vallë edhe ti pjesa asaj ati kushi? O shpirt kur njetën e pjesë e kushave si jam. Unë oja me veçan të heq. O heq. Shtu që si jam pjesë e kushave. Si ta marrim neve këtë video, se kishte shumë pasion kjo video. Aq pasion kishte sa na rau zemra dhe ne. Thu ishim ne duke puth me Florin e jo ti. E shumë e ndjem. Florin me. Po ti isha puth do të flishin ndryshe njerëzit, njerërëzit. Nuk e puth, po aty i ke prekur pak mustaqet. Ui. Ali qa puna. Ha. Une thash se edhe me një intervjist tjetër në Kosovë më pyetën, a kina i sen me të edhe unë i thash që s'kam kur gjë me të, edhe prapë e them që përveç shena shok, 2 artista edhe 2 njerëz shumë të ngritur artistikisht, asgjë më shumë s'ka, por juve po du m'ja u lanë kështë si pikpytje. Fifi, flasi pak... Why not? Flasi pak për ty marrëdhënia jote me artistët e tjerë. Për shembull, ndër artistët e radhës që do kemi këtu në Why Not, mund t'jetë edhe Rina. Rina. Ke thënë për Rinën që është e mirë shumë, po është e vogël për ta quajtur vetë mami. Po. Nuk të... Qësh mund më bo mami ajo 17 vjeqe, më qafsh. Po mirë, mbas se ka të bëj, e ke fjallën tek puna e eksperiencës, që sa karrierë ka, sa vite kanë karrierë. Ndërkohë ti mund të tregosh pak për veten tënde se... Unë kam një 8 vjetë që shkarravit në për studio, në për dyrë, në për mu bo. Kam që i kam një 15 këngë. 15 këngë të tuat? Po për tjere sa ke bërë? Një 5 prej tyre nuk njifen. As nuk e ka pjerë njeri. Pastaj, janë disa tjera që kanë hecë mirë, disa edhe prej atyre që kemi punu 3 vitet e fundit, as ato. Po, pastaj për të tjerë ka shumë. Ka shumë, në? Në këto 3 vjetë gëzoj 100 këngë. Flasim pak për energjin tënde për të mbajtur koncertet live. Je shprehur që ti live-in e mban edhe 10 orë, dhe ndërkohë të tjerat për shembull, vetëm gjysore mund të rinë dhe hikin direkt. E ke pas këtu me ndonjë personalisht? Unë e kam e plot personalisht. E ke me plot, ë? Edhe nuk është veç për këto gocat e reja që kanë dalë dashi, është për artistat në përgjithësi. Një personazh shumë i veçantë, kënaqësi shumë që të kem në studio sepse ti zemër je energjia vet. Je rebele, je badass. Ashtu si i kemi shef vet. Po, tani, kënga jote Psikopatja ime, mua më ka pëlqyer shumë. Imja pra ime, apo jote? E të tërave. Çon si ka kjo? Ne menduam këtu në Why Not, tham, do bëjmë një lojë të bukur. A mundemi ne të dyja të recitojmë vargjet e këngës tënde Psikopatja ime, por të dyja si psikopate? Po me? Pse jo? Why not? Është momenti. Tani, i lejmë këto për momentin. E lash unë. Fifi e dashur, kemi se cila protezën e saj. Oh my god. Si psikopate pra? Si do vjet kjo? Kjo vjet kështu. Me thonë, jo nga kjo ana, nga këto ana që janë kështu, e merr këni. Prit. Oh my god, why? Oh no. Dhe të arresë edhe Fifi të ta shikër. Kështë si janë. No.
gëtë sekretarën të thashe se ngila. O gëtë se ke për të vëndë. Bravo. Cool. Okej. Tani, ne kemi këtu tekstin e psikopatja ime, kemi disa vargje. Dhe se cila nga ne do kapi një flet, edhe do lexoj reshtat. Hajde. Ha. Hajra, ti. Se nga kërën Shtina. Shtina nga kërën. E ka hadar, të ka kjeshilen. Jehi. Kërje nata janë het, edhe ka jetë që s'ha andra. Të ke nata janë... Të ke nata është të rnere jo atë... Jo hërata që na hëllin... Të shtëndë vej hasë që ti të hasë sheshësh. Jo hërata që na hëllin në raha. S'kan kontrol, thjesht lujnë rolin, intrig... Aha, thjesht lujnë rolin. Okej, hiqe, edhe lexoj qik se që lexoj? Kur vjen nata jam vet edhe ka vjet që s'sha andra, të ke mramta është për neve, jo për ata që na folin mrapa, s'kan kontrol thjesht lujnë rolin. Intriganta, trapa, informata. është rada ira. A jetë ti qaj që në ka këhale, edhe së ti ke hëgari? A jetë ti dhe rata jere zotit në kap të jeri hehërën, dashni? Më vdekësha unë atë si e bote, maf, kejt. Dzidz. Vdekësha unë. A jetë ti qaj që unë kom i kërku fale edhe pse ti ke bo gabim? A jetë ti dhurata je me zotit mu ka ti jemi preferum dashni? Ja po kejt. Nuk ka problem, justifikohet. Është radha jote, Fifi, të lutem si psikopate që kemi se cila një letër. Kap një letër? Pa tjetër. Kap një letër, shpejto, shpejto. Aha, jepi. Aha. Intriganta traha, inharanta, lajnë rëni zyrtart, një hajzë në dhartë që lejnë ardhë. Lexoj tama? Intriganta, trapa, informanta, lajmë rëni zyrtart, një vajzë me të bardhë në qaj me armë. Rada ime. Zati, hardë. A je regjia që je herën hanës, se hasi që je ndryke hita hartës, a je ti qaj që ka longën thirë, edhe idiotët edhe shqert. Që sa po thamë, a je magjia që je frym hanës, se me pas fuqi me ndru kufit të hartës, a je ti qaj që ka me longën thirë, edhe idiot, edhe shpirt. Kush e ka shkruajtur këtë tekstin? Pjesën tamë. Pjesën? Kom shkruajt vetë. E ke shkruajtur vetë? Pjesën e kreshës e ka shkruajt kresha. Normalisht. Radha jote. Kënga psikopatja ime, vetëm si psikopatja E jotja! Si ka hatja jote. Më falë. Qashtë. A është dashnikje që hëndër, a hëtjesh si kësi një radhës. A jetë dhinja e qënshë që i kërku e kësi një radhës. A është dashnikje që apo mdodh, apo thjesht fiksimi radhës. A jetë dhimbja e qmushme që me i kërku bekimin babës. Ui. A zotin ha? E ikër? Ja, a jetë. Së ka rio. E di, lajnot. Ska këti as kanga. Kër nga ti se hanga. Ska kuptim as kanga, kur manga ti she prangat. Yeah! Të lutem veri dhe i erdi moment fundit. Të lutem. O, bo.
Si ka hati që jetë, tani në bretë se kështë e ka jote atë, edhe të iro së rritin e ri. Rrit e ri kejde. Rrit e ri, jetë a hisho. Miq, ne u mundua me tonë që si psikopate të lexoni vargjet e psikopatja jote, po le ta dëgjojmë pak të këngë këtu në Why Not. Kur vjen nata jëm vetë dhe ka vjetë se s'sho ondra. Të kem ramza është për neve, jo për ata që na folin mrapa. S'kan kontrol, thjesht lujnë rolin intriganta. Trapa, informata, lemrën një zyrtar, një vajzën e barën që lej me armë, frymen ma kanal, të rëndimin e bara, jo që mvrashe një shenjtare, kom dashën shikin parë, dhe një që plak, mi marrë vizvar, me i fasyt du të zjarë, e aza jem sa harë, e kësaze armë ke vo mu mvarë, zodin a faldina me katar, dy lek me tarë, duk nu me gitar, pa ngop si e epsit mara, veç dy ndrimtar, krenari e pa parë, je dhe sarë, blinit dhe sarë, për mu je perfekt, unë zili qarë, kur hupin dhe ty t'kom pull barë, mbrohëm vetë po t'pres me ardë. E unë sakrifikaj edhe nëse bona shkrëm, se qdo dit veç jam ka du ma shumë, e tash unë du me t'ni gjutë ty te përbind shumë, me më thonë ti që jam psikopatja jo. A jeti, dhurata jeme zotit, më kati jemi preferum, dashni, eksperimenti joti, më merë se s'bëduraj ma shumë. Përshëndetje të nderuara zonjusha, mirë se erdhët në lojën e famshme të 5 sekondave. Hello, Gysi. Hello, Fiti. Gysi. A jeni gati? Gati. Dur të lartë. Jo. Shkoj. A shkoj? Kjo është e këngëtarëve me sa di unë, Fifi? Edhe enjeve e Kosovës është shumë. Është shumë. A jeni gati? Po. A shkojmë, ose... A shkojmë me këngën? Dhe a shkojmë dhe me apja fillojmë. Apja fillojmë. Okej. Shkojmë, hajtë. Atjere. Jo. A jeni gati pa? Apo shkojmë? Okej. Po e nisi me ty, Fifi. Rreshto 3 gjëra që janë të vogla. Të vogla? Maca, mini, une. Në fakt, Fifi është krejt e vogël, a din? Po dhe? Edhe apëzit, o jam une. Okej, me që jemi tek Roza Lati. Na rreshto 3 gjëra që janë të mëdha. Të mëdha? Po. Hunda kërë redaktori tim, palati brigadave? 1-0. Listo 3 sharjet e tua më të zakonshme. Oh my god. Rëpt, nanën. Roza, na trego 3 gjëra që janë të pabesueshme. Unë fluturoj. Mami ka gjithmonë drejt. Dhe jam gjithmonë në kohë. O, zot. Fifi, 3 gjëra që ti do t'i thyje me vërten mes. 3 gjëra që t'i thyje? Të dashuri. Ja, së të thyja njeri me thonë drejtën. Okej. Mirë. Skenën. Po jo, ma se skenën, po t'a thyva pas të sknaj dot. Roza, listo të 3 perime me ngjyrë jeshile. Brokoli, speca, bizele. Okej, e shkafët. Shkafët. E shkafët. Fifi, thuaj 3 mënyra se si ti e quan dikë që ja ke harru emrin. O shpirt, o rësh, nanosh. Okej. Roza, 3 arsye që ti i përdor që u bëre vonë. Kishte trafik, e ka thënë Sasha, nuk gjeta kapsën e flokëve. Vi vërdall, mo, të vi vërdall në përshpin. Edhe anë, qashtu t'ja bëj shpesh. Ose taksi u vënu. Taksi u vënu. Fifi, më vjen keq për pyetjen, por cilat janë 3 gjëra që ti bën për ditë në tualet? Në tualet, e laj ftyrën, e bëj qiqin edhe lahem. Pse s'ri në Instagram? Mi ma, ajo është pjesë tjetër pastaj. Ma shumë shkruaj se sa që rrinë Instagram. Statuset më të mira Facebook që kam bërë ndonjëherë që kam marrë like, kam qenë ku kam qenë tualet. Unë s'po them për statuse, e s'po them që rreshtat ma të bukura teksteve më kanë dalë në banja. Banjo është inspiruese, është e vërtet. Edhe ky sa
Është inspiruese banjo. Roza, 3 mënyra që ti bën për të lënë skena në një restorant. Më falë se kam i qikpon. Zot, nuk mund të besoj këtë që the, nuk e hajtë do të shima shpife. E kam të rëdhon këtë tonet. Ua, që është kjo shqim sa i shpifur. Ashtu si ty. Po në fakt ty ishit... Këtë ashtu si ty se kam thonë, po. Okej. Listo 3 gjëra që bëhen më të mira me rritjen e moshës. Karakteri, vendosshmëria edhe respekti. Ikmoj aty. Aty jo, si ke aty jo. Ikmoj. Na thuaj emrat e 3 vipave, Roza, që do doje të shkojë me vërtet për pushime. Për pushime? Po. Okej, Ana Lika, Po. se kam shku. Rezarta Shkurta, edhe Ergys Bamqi. Me shpirta, me nati, dhe vitin tjetër. Atëherë, Fifi, na trego të lutem 3 gjëra që ti mban në cepin e shtratit. Në cepin e shtratit, gjithmonë cigaret, telefonin edhe karikusin. Sa ke cigareve ke, po më falni, zonja dhe zotërin, po e pi, që të bëj? Roza Lati, bëu gati. Të shtratit e krevati. 3 pjesë të trupit që fërkon më shumë kur po lahesh në dush. Qafën, ftyrën, edhe kokën, jo, kokën, okej, mirë, pjesë të trupit. Po mi mas, edhe koka trup është. Okej. Fifi, 3 mënyra që ti i quan ndryshe të pasmet e tua. Të mdhajat, frytat, bollshme. Po që ta i kom lu, që i mlon aty edhe nuk shihet thanë. Më thuaj 3 mënyra se si ti e quan ndryshe një djalë që të nervozon. Idiot, legend, qelpsir. E bukur ishte. Për ta bërë balancën, Fifi, thuaj 3 gjëra të ëmbla për një djalë që ti me vërtet e ke xhan. E du shumë, është shumë ndryshe prej ketëve që akom njoftë edhe është ma i bukur i botës. Duke i uruar shikim të këndshëm për lojët e tjera në vazhdim, këto ishin 5 sekonda. Kush fitoj? And the winner is... Bam bam. Fifi! Wow! Shtë që këtë vetë fitova unë se vjetë ma pa të kalu ti. Ase maj me. E unë e apeshe që e maj. Guati Gjaja, hajde meri tavolinën të lute, sepse tani është një moment shumë i veçantë këtu në Why Not? Tani është një moment shumë special këtu në Why Not? Fifi, ti vërtet nuk morë çmimin e parë në këngë magjike, po ne si Why Not kemi një çmim edhe më të madh për ty. Ti ke yllin tënd këtu në skenën e Why Not, në skenën of Hollywood të Why Not. E dashur mere, maestro! Hajde zemër! Hajde zemër! Ku do t'a vesh zemër? Do t'a vesh bravo! Ku të duash? Këtu? Po aty! Mu këtu. Aty! Jepi Fifi! E heq! Shumë special tani, sepse jemi në pragun e festave të fundvitit, kështu që ne këtu pa tjetër tani duhet të japim se cili nga ne urimi për vitin e ri. Fifi, të lutem jep urimin tënd. Okej, s'po i ndaj dot. Okej, ndava. Gëzuar vitin e ri, njerëz të dashur, i do Fifi pafund, sa më shumë dashuri, sukses dhe shumë pare paçi këtë vitin e ri që po vjen.